Përshëndetje të gjithëve. Mirë se u rikthyem në sesionin ton Ask the Expert me Albanian American Gastrointestinal Association or AAGA. Disa ndjekës na kanë pyetur në lidhur me piramidën e re ushqimore dhe udhëzimet dietetike të cilat u publikuan së fundmi nga sekretari i shtetit Kennedy. Dhe unë do doja të ndaja me ju disa të dhëna të piramidës ushqimore dhe mendimet tona si ndikojnë ato në fushën e gastroenterologjisë. Piramida e re ushqimore fokusohet tek balanca, cilësia dhe personalizimi. Ka disa ndryshime të rëndësishme krahasuar me udhëzimet e mëparshme. Një nga ndryshimet kryesore është rritja e konsumimit të proteinave, ku shumica e të rriturve përfitojnë nga rreth 1.2 deri 1.6 gram proteina për kilogram peshë trupore në ditë. Kjo sigurisht është e shpërndarë gjatë gjitha vakteve. Dhe ideja është që rritja e proteinës mund të mbështesi masën muskulare, mund të përshpejtojë metabolizmin dhe të na japi plakjen e shëndetshme. Më parë rekomandoj një dozë shumë e vogël, 0.8 gram për kilogram peshë. Proteinat janë të mira sepse ato rrisin ndjesinë e ngopjes dhe ndihmojnë në humbjen e peshës. Ky është një fakt i rëndësishëm duke menduar epideminë e obezitetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka gjithashtu lajme shumë të mira për shëndetjen e zorës së trashë në piramidën e re ushqimore. Pse? Sepse piramida thekson fuqishëm rritjen e konsumit të frutave, perimeve, drithrave integrale dhe ushqimeve të pasura me fibra, të cilat ushqejnë mikrobiomën e zorëve dhe mbështesin tretjen, imunitetin dhe kontrollin e inflamacionit në të gjithë trupin. Ushqimet e fermentuara si kosi, kimchi, kefiri, turshit mund të na forcojnë edhe më tej shëndetin e zorëve. Prandaj këto janë ushqime shumë të rëndësishme të cilat janë të përfshira në piramidë dhe janë të rëndësishme në fushën e gastroenterologjisë. Për të rikthyer tek proteinat, ato rekomandohen në çdo vakt, si nga burime shtazore, ashtu dhe nga burime bimore, pra peshku, pula, vezët, bulmetrat, fasulet e thjerëzat. E thjerëzat janë nga mund të marrin këto proteina. Megjithatë, unë do sugjeroja që do të jemi shumë të kujdesshëm me mishin e kuq dhe mishrat e përpunuar, duke i konsumuar më rrallë dhe duke u fokusuar më tepër tek peshku, shpendët, bishtajorët, arrat edhe farat. Përsëri nga perspektiva gastroenterologjike dhe nga ana e parandalimit të kancerit kolorektal, do sugjeroja jo më shumë se 2 porcione mish të kuq në javë. Është shumë e rëndësishme që piramida e re thekson se ushqimet shumë të përpunuara, qofshin këto karbohidratet e rafinuara dhe sheqernat e shtuara, artificiale, gjërat artificiale, të cilat janë ushqimet që mund t'i gjejmë në supermarkete të futura nëpër paketa, këto sigurisht duhet të kufizohen patjetër. Konsumimi i alkoolit gjithashtu duhet të minimizohet, pasi sasitë e tepërme ndikojnë negativisht në shëndetin tonë të përgjithshëm, por dhe në shëndetin e zorëve, mëlçisë dhe metabolizmit të përgjithësi. Në këtë piramidë ka një farë liberalizimi krahasuar me udhëzimet e mëparshme, pasi piramida nuk vendos kufi strikt sasior. Megjithatë, këtu ka pasur ca reagime, sidomos nga shoqata amerikane e studimeve të mëlçisë, AASLD, sepse siç e dimë, më shumë se 2 pije alkolike në ditë për gratë dhe 3 pije alkolike për burrat, ne mund të na çojnë në sëmundje të mëlçisë të lidhura me alkoolin. Prandaj, unë si gastroenterologe dhe AAGA do të rekomandonim kujdes dhe moderim në përdorimin e alkoolit. Në përgjithësi, unë do thoja që piramida e re promovon zgjedhje më të shëndetshme se ç'kemi pasur më parë, duke u mbështetur në shëndetin afatgjat dhe sigurisht në personalizimin sipas nevojave të individit, nëse është i shëndetshëm apo sigurisht edhe në sëmundje. Ndonse kjo piramidë ka disa ngjashmëri me dietën mesdhetare, e cila fokusohet në yndyrnat e shëndetshme si vaj i ullirit, farat, arrat, por kanë ndryshim në qasjen gjas drithrave, të cilat janë kryesore në dietën mesdhetare, por janë në fund, pra janë në bazën e kësaj piramide në piramidën e re ushqimore. Ne e dim shumë mirë që dieta mesdhetare është provuar që është e suksesshme në trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe të diabetit.
Bazuar në këto ndryshime dhe në këto të dhëna që unë sapo ju thash, sigurisht koha dhe studimet e ardhshme do të na tregojnë se cilat do të jenë efektet reale të kësaj diete në shëndetin afatgjat për njerëzit në përgjithësi. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe për më tepër na ndiqni në faqet tona sociale, në rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram dhe në kanalin ton të YouTube @AAGA Gastrodocs. Kalofshi një ditë të këndshme dhe ju falenderoj shumë për vëmendjen.